Të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të medias. Dëshiroj t'u informoj se në kuadër të zhvillimit të samitit të Komitetit Politik Evropian, që do të mbahet në kryeqytet në datë 16 maj, janë ndërmarrë një sër masash sigurie me qëllim garantimin e rendit, sigurisë dhe mbaravajtjes së këtij eventi ndërkombëtar me rëndësi të veçantë për vendin tonë. Kemi marrë gjitha masat e nevojshme për pritjen, shoqërimin, sigurimin dhe përcjelljen me sukses të miqve tanë evropianë. Me këtë rast, kërkoj edhe një herë mirëkuptimin e Komitetit të Kryeqytetit dhe jo vetëm për kufizimet e përkohshme në qarkullimin e njerëzve dhe mjeteve, të cilët janë të nevojshëm për garantimin e sigurisë dhe mbarvajtjes të samitit. Duke pasur parasysh numrin e madh delegacione të nivelit të lartë, Policia e Shtetit ka planifikuar dhe do të zbatoj masat e mposhtme. Bllokimi të zonës së samitit nga ora 06 deri në 18 të datës 16/5/2025 do të jetë i pa aksesueshëm nga këmbësorët dhe mjetet i gjithë perimetri i sheshit Skënderbej, ku do të zhvillohet aktiviteti, perimetri i cili përfshin nga kryqëzimi bulevardit Jean d'Arc te kryqëzimi rrugës Myslimshyri, nga kryqëzimi rrugës Ibrahim Rugova me Myslimshyrin deri te kryqëzimi i bulevardit Dëshmorët e Komit në urën e bulevardit, nga kryqëzimi i rrugës Myslimshyri deri te kryqëzimi me rrugën e Kavajës dhe rrugën e Durrësit, rrugën Det Gjon Luli, rruga Urani Pano, në vazhdim rruga e barikadave deri te kryqëzimi i rrugës George W. Bush nga bulevardi Zogu Park deri te Ish Cirku. Nisur nga ky perimetër kufizues i zonës, bulevardi Zogu Park në drejtim të sheshit Skënderbej do të devijohet tek Ministria e Drejtësisë, ku bëhet fjalë për automjetet. Rruga e Durrësit do të devijohet tek Ministria e Arsimit dhe Sporteve. Rruga e Kavajës do të devijohet tek semafori tek xhamia. Rruga Myslimshyrit do të devijohet tek kryqëzimi me rrugën Sami Frashëri. Rruga e Dibrës do të devijohet tek Selbia dhe rruga Hoxha Tasin do të devijohet tek kryqëzimi i rrugës Tet Fatash. Bllokimet të akseve rrugore. Bllokimet të plot të aksit rrugor për qëllim sigurimin në rrugkalimin e delegacionit që vijnë nga aeroporti Nën Tereza dhe pikat e tjera kufitare si Hani Odit apo nga Morina, në datë 14/5/2025 nga ora 22 deri në orën 23 do të ketë bllokim të plot të lëvizjes së automjeteve në aksin rrugor aeroporti Nën Tereza Rinas, hyrja në autostradën e re Thuman Kashar, autostrada Tiranë-Durrës mbi kalimin e Kasharit, kryqëzimi tek Ishe Shqiponja, Unaza e re Krau Astirit, kryqëzimi te Pallati në Shigjeta, rreth rrotullimi i Saukut të Vjetit, rruga e Elbasanit, Hotel Plaza. Në datë 15/5/2025 nga ora 8 deri në 24 do të ketë bllokim të plot të lëvizjes së automjeteve në intervalin e kohës së lëvizjes së delegacioneve në aksin rrugor aeroport Nën Tereza, Rinas, hyrje në autostradën e re Thuman Kashar, autostradën Durrës-Tiranë, mbi kalimin e Kasharit, kryqëzimi te Ish Sheshi Shqiponja, Unazë e re, rreth rrotullimi i Saukut, rruga Elbasanit, Hotel Plaza, W. Bush, rruga 28 Nëndori, rruga e Dibrës, rruga Urani Pano, sheshi Skënderbej, vendi i aktivitetit. Po kështu në datë 16/5 në orën 06:30 deri në orën 11:30 do të ketë bllokim të plot të lëvizjes së automjeteve në aksin rrugor aeroport Nën Tereza, Rinas, hyrje në autostradën e re Thuman Kashar, autostrada Durrës-Tiranë, mbi kalim Kasharit, rreth rrotullimi sheshi Unazë e re, rreth rrotullimi i Saukut, Hotel Plaza, George W. Bush, rruga 29 Nëndori, rruga Dibrës, rruga Urani Pano, sheshi Skënderbej, vendi i aktivitetit. Në datë 16/5/2025 nga ora 13 deri 18 do të ketë bllokim të plot të lëvizjes së automjeteve në aksin rrugor sheshi Skënderbej, rruga George Bush,
rruga Elbasanit, rreth rrotullimi Saupi Vjetër, Unaza e Re, Krau Astir, autostrada Tiranë-Durrës, autostrada e re Toman Kashar dhe aeroporti Lilic, pra jemi në momentin e kthimit.